Në kohën kur vëmendja e botës u spëstua te arritja e pushimzjarrit në Gaza, një tjetër vatër konflikti që shqetëson globin u trazua sërish. Rusia sulmoi Kievin me dronë e raketa, në një ofensiv që solli ndërprerje masive të energjisë. Kryeqyteti i Ukrainës u zhyt në errësirë dhe një situatë e ngjashme u raportua edhe në rajone të tjera të vendit. Rusia e pohoi dhe vetë ndërmarrjen e një sulmi masiv të objektivave të infrastrukturës energjetike që sigurojnë funksionimin e ndërmarrjeve të kompleksit ushtarako-industrial Ukrainës. Operacioni nga sa pohoi Ministria e Mbrojtjes u krye duke përdorur raketa me rreze të gjatë veprimi nga toka dhe ajri, përfshirë këtu dhe raketat hipersonike Kinzhal. Për Moskën ai ishte përgjigje ndaj sulmeve terroriste të regjimit të Kievit kundër objektivave civil në territorin rus. NATO njoftoi sakaj se stërvitja e saj bërthamore Stit Fast Nun nis të hënën më 13 tetor. Sekretari i përgjithshëm i Aleancës Mark Rutte tha se në stërvitje do të ketë edhe F-35 holandez. Kjo është një stërvitje vjetore e rregullt, të cilën duhet ta bëjmë sepse na ndihmon të sigurohemi që parandaluesi ynë bërthamor të mbetet sa më i besueshëm, i sigurt dhe efektiv të jetë e mundur, u shpreh ai. Gjithashtu i dërgon një sinjal të qartë çdo kundërshtar i të mundshëm. Ne duam dhe mund t'i mbrojmë të gjithë aleatët nga çdo kërcënim, shtoi Rutte. NATO sqaroi se nuk do të përdoren armë bërthamore në stërvitje.